Në rastin e presbiopisë, një rast tjetër ideal për të kryer kirurgjinë e asaj që ne kemi clear lens, ose zhvendosim kristalinin normal që ka individi, dhe në vend të kristalini vendosim një lente intraokulare, e cila është e tillë, lente intraokulare e tipit trifokale, duke u vendosur brenda syrit. Në mënyrë të kësaj lenteve arrim të realizojë shikim perfekt edhe në distancë, edhe në afërsi pa nevojën e përdorimit të syzeve. Kjo mund të bëhet edhe pa prezencën e kataraktit, ne i themi clear lens, thjesht e bëjmë për të futur këtë lloj lente aty, por rastet pasaj më tipike dhe më ideale janë ato që kanë edhe pak prezencë katarakti. Prezenca e kataraktit ndërkohë e ka përgëzuar paksa shikimin e individit, përveç prezencës së hipermetrofisë, përveç prezencës së presbiopisë, që do të thotë që pacienti ose individi përdor syze për larg +2, përdor syze për afër +4, por ndërkohë ka edhe pak katarakt. Atëherë, duke bërë këtë lloj kirurgjie, duke vendosur këtë lloj lenteje, pacienti shpëton edhe nga katarakti, shpëton edhe nga ky numri i syzeve +2, shpëton edhe nga numri i syzeve +4 që do t'i duhet i përdori për afër. Domethënë, me një operacion dhe me një lente të vetme, pacienti shpëton nga 3 probleme njëkohësisht, nga katarakti ose perdja, nga syzet për larg dhe nga syzet për afër. Kështu që kjo lloj teknologjie me lente me implantimin e lenteve trifokale është bërë e modës sot për sot në vendet e zhvilluara edhe në Shqipëri, sepse individët kanë dëshirë, domethënë çdo ditë më tepër që të jenë të pavarur në, le të themi, në pamjen distancë për shkak të ngjarjes makinës, në pamjen në afërsi për shkak të përdorimit të telefonit që përdoret edhe në vend të kompjuterit, edhe në vend të tabletit, edhe në vend të bankës, edhe në vend të çdo gjëje tjetër.